Shorti play-offit të botrorit 2026 ka vendosur përballë Shqipërisë një kundërshtar të njohur, Polonin. Për tifozët shqiptar, përballja zgjon kujtime të forta, sidomos golin spektakolar të Yasir Hasanit në ndeshjen vendimtare të kualifikuesve të Euro 2024, i cili u komentua gjerësisht si një nga realizimet më të bukura të kombëtares në vitet e fundit. Megjithatë, ndërsa rikthehen emocionet, rikthehet dhe debati për mungesën e aktivizimit të sulmuesit shqiptar në ndeshjet e fundit në drejtimin e trajnerit Silvinho. Moderatori i emisionit Megasport në A2 Altin Sulçe është shprehur i habitur me mënyrën se si trajneri brazilian e ka menaxhuar çështjen Hasani. Sipas tij, është e pakuptueshme që lojtari të grumbullohet rregullisht dhe të mos marrë asnjë minutë në fushë në më shumë se 5 ndeshje radhazi. E mundëm Polonin me Hasanin që e bëri golin nga hëna. Ka mbi 5 ndeshje që Hasani nuk luan fare me Shqipërinë. Nuk pas ka të drejtë fare Hasani të luajë një minutë. Pse e mërë në kombëtare pastaj, u shpreh Sulçe duke nënvizuar se lojtari jo vetëm që ishte vendimtar në kualifikuese, por aktualisht po paraqitet mjaft mirë me klubin e tij. Debati rreth aktivizimit të Hasanit ka qenë i vazhdueshëm. Në fillim lojtarit ju kërkua më shumë ndikim në ndeshjet ku nuk shkëlqeu, ndërsa tani paradoksalisht, pavarësisht formës së mirë që po kalon, ai nuk po gjen hapësirë në kombëtare. Megjithatë, ato gola që ka shënuar nuk meriton të aktivizohet qoftë edhe një minutë kundër Andorrës, shtoi Sulçe. Me sfidën historike që afrohet, dilema mbetet: a do t'i jap Silvinho Hasanit rolin që meriton në një moment kaq vendimtar për futbollin shqiptar?